unë isha me Beratin edhe me Leon, natyrisht, zakonisht, po. Edhe Berati po thot, ku qa për na këqyrin, a pëdin, qështu për na këqyrin, e më qitë që në fjallë për mu, normal, që pëqia me për rrugë, po dhe që, po dhe që po ndodhë. Edhe fjalla e me ka qenë këqyrin, a din pëse po këqyrin thash, qali poran kërkezi me këta dy katunar. E përmende edhe televizionin tjetër, fjalla është për të shtatëshin, kur ka fillu, para se me fillu, se fjalla është gjithmonë para se me fillu. Ty të tirin punë të zoshme, a? Hate zështë të punë të qenë. Kur qenë, Mane thënë, okej, what is enough is enough, e kopejnë bushin, fjallë të bushin. Edhe, tash me ma bu një krasim se e përmende, në kohën e KTV-s kur është hapë, s'ka pas internet, s'ka pas... Ja, s'ka pas. Internet filloj mu bo në përmes e-mailit në 2001. Po, aja, diska në krasim me sot, qka është aja ka qenë... Ja, ta sot e ki plagiat, e ki po kretë spotat janë plagiat, nuk janë vjedhe, janë katastrofë. E ta është një krasim, sa pa të malet me bu në televizionit të shtatë që është hapë dikur rrëth... Para 7 vjetë. Se herë më ka që dje një fotografi që e kishim bashkë në apë. 7 vjetë? 7 vjetë dje. Po, ka qenë pak fështirë se... Po dhe se... Muj me tregu një anekdot që ka qenë fështirë. Ndo është po, është e vërtet. Na shkojshim të shtatë që ka qenë qender në Pejton. Po. Edhe na shkojshim me pi kafe rrugës shatje, edhe më ndej fillu me lëviz ma shpesh, edhe më ndej fillu njerëzit me këshyrë. Edhe unë isha me Beratin edhe me Leon, natyrisht, zakonisht, po. Edhe Berati po thot, ku qa për na këqyrin, a pëdin, qështu për na këqyrin, e më qitë që në fjallë për mu, normal, që pëqia me për rrugë, po dhe që, po dhe që po ndodhë. Edhe fjalla e me ka qenë këqyrin, a din pëse po këqyrin thash, qali poran kërkezi me këta dy katunar. Edhe që qa ka bua, po dhe qa ka bua, të dhe njerë, e ma e men. Shkova ula me një qoshe ke audicioni, erëm ka me vetë. Qa u bo pëse tha shkove, shka u bo. Po, thash, ero, jam të mendu qa po lypi une këtu. Qka mdull? Po, qa mdull edhe ka qenë shumë interesant, po ka qenë një sfid, se për një me ata kam pas një s'kam pas qaq apetit para se me ardhune atje. Kam pas një apetit matë vogël, matë ngusht. Nëse kam pas barkun e ngim me siguri dhe kam dasht me bë një farë do emisione dhe me pas jo bash televizion, kuptimin e televizionit. Po mande me hymi e në tëllën, mande e thym do e morën me e bonën. U bo film, mande kur fillova une mundze, ata uftofë. U lodhën pak, a? U lodhën se unë kisha dëshirë me bo kretë ndryshe, normal, me një skem programore kretë tjetëra. Mu vjen ende, po më ndoj, e shikoj lajmet, për shemull, në për kretë televizione. Mu vjen mare që fa lajme ka. Jo lajme kuptimin e lajmeve. Po pse njeri nuk shkon, është plagiat që 50 vjetë është sistemi njëjt i lajmeve, e hargjën gjithat energjit, gjithat të pare. Nuk ka ndryshime. Edhe unë e dhash i dem për me bo një sojt lajmeve të papame, natyrisht, se unë nuk di me kopju se nuk kam as rrjete sociale, kështu që është mirë. Edhe ata fillon mu frigu edhe mande që kjo frik e pa që kjo manë oran kërkezi. Oran, mëse të pra, a? Oran qëtë, a? Po. Edhe ende me ndoja, përdejmë, kure e këqyri lajmet, thomë, o, zati madhë. Për shumë, pse nuk bo lajmet me muzikë, për shumë. Me muzikë? Jo, pëse qonë se i të da. I pëlqenjë shumë më dhe. Orhan, tash nuk ju kënë doa... Po, veç ka qenë mirë. Edhe emnin e ka qenë ide, po me dojmë me qitë me 7. A ka orë për te, a? Po, se ata kanë pas me qitë ekspres, naturisht, është produkti ekspresit.